njerëzit ja emigruan të dyja herët. Jemi në kohën kur kishin kaluar 15 vjet që kur Xhafer ibn Ebi Talib me bashkëshorten e tij Esma bint Umejs dhe muhaxhirët e parë po jetonin në tokën e Abisinisë, ku kishin emigruar për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij. Në këtë kohë, i dërguari i Allahut dërgoi Amr ibn Umeje e Damri tek Nexhashiu dhe i kërkonte që t'i bënte gati ata dhe t'i dërgonte tek ai. Ata hipën në anije për të kthyer tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë në vitin e 7 të Hijretit. Ai u gëzua shumë kur i pa. Po ashtu u gëzuan edhe muslimanët e tjerë të Medinës, muhaxhirët dhe ensarët. Ata u ndjen të mirë se ardhur, u qetësuan dhe u gëzuan nga takimi me të dërguarin e Allahut, si dhe me vëllezërit e tyre nga muhaxhirët dhe ensarët. Esma bint Umejs radiallahu anha shkoi një ditë tek nëna e besimtarëve Hafsa radiallahu anha, dhe ndërkohë që po qëndronte tek Hafsa, erdhi Omeri radiallahu anhu dhe u fut tek vajza e tij Hafsa dhe e gjeti Esman aty. Ai pyeti: "Kush është kjo?" Vajza e tij i tha: "Kjo është Esmaja." Ai tha: "A është ajo që ka udhëtuar në det? A është ajo që ka qenë në Abisini?" Ajo tha: "Po." Omeri radiallahu anhu tha: "Ne u kaluam duke bërë hijret me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ne jemi më të meritueshëm për të dërguarin e Allahut se sa ju." Esmaja radiallahu anha u zemrua dhe tha: "Kurse si jo, betohem në Allahun. Ju keni qenë me të dërguarin e Allahut që kujdesej t'i ushqente të uriturit dhe t'i këshillonte të paditurit tuaj, kurse ne ishim në një tokë të padëshëruar dhe të largët në Abisini. Aty na bënin keq dhe ishim të friksuar. E të gjithë këtë sakrificë kemi bërë për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij. Betohem në Allahun se as nuk do të ha dhe as nuk do të pi derisa t'ia tregoj të dërguarit të Allahut atë që më the dhe do ta pyes. Betohem në Allahun se nuk do të gënjej dhe as nuk do të shtoj apo të paksoj gjë." Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam erdhi Esmaja radiallahu anha i tha: "O i dërguari i Allahut, Omeri radiallahu anhu ka thënë: Ne u kaluam duke bërë hijret dhe ne jemi më të meritueshëm për të dërguarin e Allahut se ju." I dërguari i Allahut i tha: "Po ti çfarë i the?" Ajo tha: "Kurse si jo, betohem në Allahun. Ju keni qenë me të dërguarin e Allahut që kujdesej t'i ushqente të uriturit dhe t'i këshillonte të paditurit tuaj, kurse ne ishim në një tokë të padëshiruar dhe të largët në Abisini. Aty na bënin keq dhe ishim të friksuar. E të gjithë të sakrificë e kemi bërë për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij." I dërguari i Allahut i tha: "Nuk është më i meritueshëm për të dërguarin e Allahut se ju. Ai dhe shokët e tij kanë bërë vetëm një hijret. Kurse ju që keni qenë në anije keni bërë 2 hijrete, pra një hijret drejt Abisinis dhe një hijret drejt Medinës. Nuk është nevoja të pyesësh për gëzimin e Esmas, kur dëgjoj nga i dërguari i Allahut këtë sqariq për të dhe të gjithë ata që ishin bashkë me të në të 2 hijretet dhe se ishin përpara të tjerëve dhe jo pas në këtë drejtim." Nga gëzimi i madh, Esmaja filloi të përhapte këtë sqariq që e dëgjuan ata që kishin ardhur bashkë me të me anije nga Abisinia. Ata vinin grupe dhe e pyesin atë se çfarë kishte thënë i dërguari i Allahut për ta. Nuk ishte gjë më të vyer për ta dhe as më të gëzueshme dhe madhështore se si hariqi që u jepte Esmaja që kishte dëgjuar nga goja e dërguarit Allahut. Madje Esmaja ka thënë: "E kam parë Ebu Musan që ta përsëris këtë hadith të dëgjuar prej meje." Në këtë rast lexojmë për njërin nga rastet e durimit ndaj vështirësive me të cilat u desht përballet Xhaferi radiallahu anhu dhe bashkëshortja e tij Esmaja radiallahu anha. Bashkë me një grup besimtarësh që kaluan një kohë kaq të gjatë në tokën e Abisinis, në dhe të huaj, mes njerëzish që kishin fe dhe gjuhë të ndryshme nga ata. Ata qëndruan atje derisa i dërguari i Allahut u kërkoi që të kthehen dhe ata u kthyen tek ai me nxitim, jo për të çlodhur, por për të nisur një fazë të re kontributi dhe sakrificash. Xhaferi radiallahu anhu vetëm disa muaj pas ishte kthyer nga Abisinia u nis për në luftë, ku dhe ra dëshmor në betejën e Mutas, kurse bashkëshortja e tij Esmaja përjetoi dhimbjen e humbjes së tij. Ndërsa më parë kishte vuajtur dhimbjen e të jetuarit larg vendit të saj, por në fakt e gjithë jeta e tyre ishte dedikuar Allahut Madhërisëm. Në të rregjë vëmendjen kjo atmosferë shpirtërore e çuditshme që përjetonin shokët e profetit,
Shpirtrat e tyre ishin të zënë me garën për të bërë sa më shumë adhurime dhe punë të mira. Këtë gjë i vëren tek fjala e Omerit radhiyallahu anhu: "Po kemi kaluar duke bërë hijret." Po ashtu e vëren atë edhe tek fjala e Omerit radhiyallahu anhu: "Sa herë që bëja garë me Ebu Bekrin për ndonjë punë të mirë, ai ma kalonte." Po ashtu e vëren dhe tek ankesa e muhaxhirëve të varfër: "O i dërguari i Allahut, të pasurit na e kanë kaluar në shpërblime. Ata falen njësoj si ne, agjerojnë njësoj si ne dhe japin sadaka nga pasuria e tyre." Po kështu, vërim edhe te gëzimi atyre që u kthyen me anije nga Abisinia kur e dëgjuan se Arishin që u dha Esmaja radhiyallahu anha. Nuk ishte gjë më të vyer për ta dhe as më të gëzueshme dhe madhështore se si Arishi që u jepte Esmaja që e kishte dëgjuar nga goja e dërguarit Allahut. Po kështu, do të gjejmë edhe shembuj të shumë të ngjashëm me këta që përmendëm. Fusha e konkurrencës dhe pista e garës ishin punët më të vlefshme tek Allahu i Madhërisëm. Për këtë, le të garojnë ata që garojnë. Të lët habitur edhe ky qëndrimi i Esmas radhiyallahu anha që tregon se ajo e kryen të detyrën e saj me vetëdije të plotë dhe me përgjegjësi. Ajo mund të thoshte Omerit radhiyallahu anhu: "Unë shkova atje bashkë me burrin tim dhe u ktheva kur u kthye edhe ai." Dhe kjo do të ishte e mjaftueshme, nëse ajo do ta kryente detyrën e saj vetëm si një ndjekse e zakonshme, por ajo përballë me Omerin radhiyallahu anhu me vendosmëri dhe e bindur për atë që kishte bërë. Madje për shkak të sigurisë së madhe u betua që këtë çështje ta dërgonte tek i dërguari i Allahut dhe ashtu bëri me të vërtetë. Gjitha kjo është argument se ajo ishte plotësisht e vetëdijshme për rolin që kishte kryer bashkë me bashkëshortin e saj Xhaferin radhiyallahu anhu. Kjo tregon se gruaja ishte ortake e vërtetë dhe aktive në projektin e ftesës profetike, e mbushur plot vetbesim dhe vetëdije për rolin e saj dhe, për këtë arsye, kontributi i saj ishte i madh dhe i begat. Por kjo gjë nuk mund të ndodhte nëse gruaja do të jetonte e lënë mënjan, e përjashtuar dhe duke qenë vetëm ndjekse e të tjerëve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjoi atë që i tha Esmaja radhiyallahu anha për Omerin radhiyallahu anhu, nuk u nxitua të jepte përgjigje, por e pyeti atë: "O ti, çfarë i the atij?" Dhe ajo i tregoi se çfarë i kishte thënë. Ju përgjigj duke ia miratuar dhe konfirmuar atë që i kishte thënë Omerit radhiyallahu anhu. Kjo është një metodë edukimi profetik për ndërtimin e vetbesimit dhe nxjerrjes në pa të mendimit të gruas dhe për këtë arsye i tha asaj: "O ti, çfarë i the atij?" Në këtë skenë del në pa lloji i marrëdhënies mes burrave dhe grave, edhe pse duke respektuar rregullat e etikës islame si në paraqitje dhe në të folur. Përsëri kjo nuk nënkuptonte që gruaja duhej mënjanuar ose duhej kufizuar marrëdhënia me të. Për këtë arsye, të gjithë ata që kishin udhëtuar bashkë me të në anije filluan të vinë turma për ta dëgjuar nga ajo atë që kishte thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo ju tregonte të gjithëve. Madje edhe Ebu Musa radhiyallahu anhu që kishte dëgjuar lajmin, kishte ardhur për ta konfirmuar këtë si arishte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga vetë Esmaja radhiyallahu anha. Mbulesa e gruas dhe ruajtja e nderit të saj nuk nënkupton largimin e saj nga jeta aktive.